Rakia. Taninja, 20 vjetë pas kësaj fotografie ti e shkru një poezi në burg. Po. E dashur, orën diku ma kanë vrarë, vetmia s'ka më frikë. E dashur, eja shpëtom nga ankthi, shpirtin nga angështia shpëtoma, jetën të mos ma vras vetmia. Po, kjo është një poezi që kam shkruar në burg, dihet njeriu se kur e kam shkruar këtë poezi, unë kam qenë në qeli i vetëm. Është e vitit 2007, pra, se për informimin tuaj, unë prej vitit 2000, siç e thanë edhe në fjalën në hyrje se kam qenë mbi 5 vjet në burg për krime lufte, domethënë nga Umiku dhe Uleksi, jam gjyku. Edhe me sfidu vetmin, nga njëherë e merrja lapsin, kështu, me shkru, kam disa poezitë të cilat janë përfshinë në përmbledhjen e botuar në vitin 2018, Vdekje më të mirës nuk dua, me titull, kështu. Shtëpia botuese Armagedoni që ka botuar një përmbledhjen. Si ishte për ty të arrestoheshe, burgoseshe në liri tashmë? Është pak e rëndë, por me gjithate, unë jam përpjek të përballoj, mua më ka ndihmu, unë kam lexuar shumë edhe në burg kam lexuar shumë. Ka ndihmu leximi? Po, leximi e para e punës, e dyta, thash unë, lufta është fenomen kompleks. Dhe kur bisedoja me ca djem që ishin edhe matrisë, por ne të pafajshëm, shikoj që i thashna, pse ata që janë vrarë kanë qenë të fajshëm? Edhe kjo është pjesë e luftës. Lufta dikush vritet, dikush plagoset, dikush zinjet rob, i ka tëna format, po dikush edhe arrestohet pas përfundimit të saj. Më thënë ishte vazhdimi i luftës. Po, është vazhdimi i luftës ajo. Kështu e përjetove. Po, kështu, edhe unë... Të ndihmonte ta përballoj më lehtë? Me zemër gjerësi, domethënë, ma lehtë e përballohesha, sigurisht. Se s'mundesh... Ama nuk është që s'ka ndikuar të këtij tek personaliteti yt. Sepse është një reflektim. Unë ndoshta vetmin gjë, bioritmin pak më ka ndryshu për arsye se para se të më arrestonin, unë kam dalë edhe në mbrëmje, kam lëviz nga Prishtina në Tiranë, kur ishte rruga e vjetër atëherë, se tash shkon për 3 ora, apo kupton, niseshim me shok në ora 4, e pas burgut,